Gjermania është aftë të udhëheqë trupat e NATO-s në vendin e duhur në krahun lindor nëse është e nevojshme dhe Rusia nuk duhet të guxojë të sulmojë. Kështu ka bërë me dije një zyrtar i lartë ushtarak në Berlin. General Alexander Solfrank, kreu i komandës së operacioneve të përbashkëta të ushtrisë gjermane në Berlin, i tha Reutersit se mbrojtja nuk mund t'i delegohet vetëm forcave të armatosura. Ishte thelbësore të kishim një shoqëri që ishte mjaft elastike dhe fuqishme për të kapërcyer vështirësitë. Kjo është një pjesë e rëndësishme e parandalimit, tha Solfrank. Plani i operacionit Gjermania është nga njëra anë një plan që mund të aktivizojmë nesër nëse është e nevojshme. Kjo është shumë e rëndësishme të dihet. Së dyti, është shumë e rëndësishme të kuptohet se plani i operacionit Gjermania është aty për të siguruar që ne të mund të lëvizim trupat e NATO-s, trupat ndërkombëtare, përmes Gjermanisë sa më shpejt, sa më me efikasitet dhe sa më rregullisht jetë e mundur në vendodhjen e duhur në krahun lindor, në mënyrë që të mund t'i dërgojmë një sinjal tjetër Rusisë. Kini kujdes, mos guxoni të na sulmoni, ne jemi të përgatitur, tha generali Alexander Solfrank. Mëtej generali gjerman përmendi shembullin e Ukrainës për ruajtjen e funksioneve shtetërore gjatë kohës së luftës, ku shkollat mbetën të hapura, furrat e bukës vazhduan operacionet dhe industritë vazhduan pavarësisht kërcënimeve. Generali ju bëri jehon thirrjeve të ngjashme nga zyrtarë të lartë ushtarak të NATO-s, të cilët i nxitën aktorët publik dhe privat të përgatiteshin për një epokë në të cilën çdo gjë mund të ndodhte në çdo kohë, përfshirë edhe luftimin e një lufte. Pra, për të kuptuar konceptin e mbrojtjes, është shumë e rëndësishme të kuptohet se mbrojtja nuk mund të delegohet forcave të armatosura. Nëse forcat e armatosura e bëjnë këtë, nuk kam nevojë të shqetësohem, ato do të kujdesen për të. Sigurisht kjo nuk funksionon. Në vend të kësaj është shumë e rëndësishme që të kemi një shoqëri që është elastike, që është e fuqishme dhe që mund të përballojë vështirësitë. Kjo gjithashtu ka një efekt të jashtëzakonshëm parandalues. Kur e shoh Ukrainën, Ukraina po funksionon si shtet, edhe pse është i nënshtruar sulmeve masive për 3 vjet e gjysmë. Në sfondin e një debati të vazhdueshëm në Gjermani se si të arrihen numra më të lartë të rekrutëve për forcat e armatosura, Solfrank tha: "Ne kemi nevojë për shumë më tepër dhe mendoj se shërbimi ushtarak është një pjesë shumë e rëndësishme e kësaj. Një shërbim ushtarak i detyrueshëm për burrat, i cili mund të zvendçojë nga shërbimi civil për ata që nuk donin të bashkoheshin me ushtrinë, u ndalua në Gjermani në vitin 2011. Ushtritë evropiane kanë rritur përgatitjet për një konflikt të mundshëm me Moskën pas luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Mes paralajmërimeve nga NATO se Rusia mund të jetë aftë të kryejë një sulm në shkallë të gjerë në territorin aleat që nga viti 2029.